Selam aleyküm. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Nderuar vëllezër dhe motra besimtare, feja jonë islame është fe e ngritur mbi baza dhe themele të forta. Është fe e zgjedhur për Allahun e mëdhenuar. Allahu i mëdhenuar thotë: "Inna dina inda Allahi l-Islam." Me të vërtetë, feja e Allahut, feja e pranuar tek Allahu i mëdhenuar është feja islame. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan فلن يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين. Dhe kush kërkon besim te tjetër, pos fesa Allahu mëdhenuar, atij nuk do t'i pranohet, dhe ai në botën tjetër do të jetë për të shkatëruar dhe për të humbur. Me kjo fe janë përmbledhur ligjet e Allahut të lartësuar. Me këtë fe Allahu mëdhenuar na ka urdhëruar me udhëza të cilat nëse do të meditojmë rreth tyre do të shikojmë që ato janë për të mirën e njerëzimit. Në këtë fe, Allahu i mëdhenuar na ka ndaluar në disa ndalesa të cilat janë në dobitin e njerëzimit dhe janë për të mirën e njerëzimit. Në këtë fe, Allahu i mëdhenuar na ka sjellë ligje nëse do t'i përmbajmë atyre ashtu siç Allahu i mëdhenuar na i ka zbritur. Allahu i mëdhenuar ka për ta furnizuar nga qielli dhe nga toka. Allahu i mëdhenuar thotë në surën Al-Araf: "Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard." Nëse banorët e këtyre vendbanimeve do ta besonin Allahun e mëdhenuar me një besim të vërtetë, të sinqert, larg besimeve, larg atyre gjërave të cilat e cënojnë besimin, Allahu i mëdhenuar dhe fuqiplot do t'ju zbriste mirësi dhe begati nga qielli dhe nga toka. Në varësi të dashurisë ndaj Zotit, në varësi të besimit në punën dhe veprave të mira që njeriu i bën ndaj Allahut të mëdhenuar, vjen edhe mëshira edhe begatia e Allahut të mëdhenuar. Allahu i mëdhenuar në surën Al-Bekare na ka thënë një jetë shumë të bukur: "Ezkuruni, ezkurkum." Më kujtoni mua, t'ju kujtoj juve. Allahu i mëdhenuar nuk ka nevojë për falënderimet edhe madhrimet e krijesave. Allahu i mëdhenuar është betiu i lavdëruar dhe i falënderuar. Allahu i mëdhenuar e lavdërojmë çka në qiell dhe çka në tokë. Ne kemi nevojë për mirësitë edhe begatitë e Allahut të mëdhenuar. Allahu i mëdhenuar thotë: "Në kujtoni mua, ti kujtoj juve. Washkuruni wala takfurun." Më falënderoni dhe bëuni mirësinë ndaj meje dhe mos i mohoni mirësitë dhe begatitë që unë ju kam dhuruar. Pra ky është rregull shumë i rëndësishëm nëse ne do të qëndrohemi te ky ajet apo te këto dy urdhra. Më kujtoni, t'ju kujtoj. Më falënderoni edhe mos më mohoni. Vëllezër të nderuar, për kujtimi i Zotit nuk është sezonal. Për kujtimi i Zotit nuk është vetëm një ditë xumaje apo një ditë bajrame. Për kujtimi i Zotit do të jetë gjithmonë me njeriu. Do ta shoqëroj njeriu në jetën e kësaj bote. Sepse për kujtimi i Zotit ka mirësi dhe begati të shumta. Dhe të përkujtoj Allahu i mëdhenuar ty,
do të thotë që Allah i madhruar mbi ty të ndërtim mëshirën, mirësinë, begatinë, të të ruaj ty, familjen tënde dhe pasardhësit e tu. Dhe në fund të shpërblej Allah i madhruar me xhenetet e larta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ta afrojmë po të kthehet mos lëmë opsione shumë se ka disa vende që po rinë kanë jashtë. Nëse ka mundësi. Televizor e pak të lirojmë sigurisht një sa të mirë të lirojmë dhe shumë. Allah i shpëtet të mirë. Allah i madhruar në tregon në programin kombëtar rregullin për të cilin nëse njerëzit do të ecin pas atij rregulli, Allah i madhruar ka për të begatuar me mirësi të kësaj bote edhe të botës tjetër. Allah i madhruar thotë më kujtoni mua, që kujtoni mua, më falenderoni, bëni më njohës, edhe mos i mohoni mirësitë që unë i kam bërë mbi ju. E nderuar besimtarë, edhe besimtarë, o ju të zgjedhur e Allahut më madhruar. Më pëlqen shumë kjo shprehje ta them, sepse me të vërtetë ai i cili vjen në xhami në shtëpinë e Zotit nuk vjen në shtëpinë e Zotit apo në shtëpinë e një grupi të besimtarëve. Ai vjen në shtëpinë e atij i cili e ka krijuar. Ai vjen në shtëpinë e atij i cili Allah i madhruar e ka zgjedhur për miliardë njerëz. Edhe ju, edhe unë bashkë me ju jemi për të zgjedhur e Allahut të madhruar. Të qëndrojmë tek kërkesa e dytë e këtij ajeti madhështor, më falenderoni edhe mos më mohoni. Dashuria ndërmjet njerëzve zhvillohet nga pamilësia, zhvillohet nga sjellja e mirë mes njëri tjetrit, zhvillohet duke ruajtur raportet e mira me njëri tjetrin, duke mos e cënuar dhe duke shkrirë dorë e bashkëpunime mes njëri tjetrit. Por dashuria e robit e Allahut të madhruar. Allahu i madhruar është shumë i mëshirshëm me ne. Allahu i madhruar na ka begatuar me mirësi aq të shumta, saqë ne nuk mundemi dot të numërojmë ato. Se vetë i qartësuari na i ka përmendur në Kur'anin kombëtar të thotë: "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse ju do të përpiqeshit që ti numëroni mirësitë
edhe begatit e Allah madhruar, nuk do të arrim të numëroni do të të. Pra, zemët e njerëzve janë krijuar që ta duan atë i cili sillet mirë. Dhe ta urrejnë atë i cili sillet keq. Kështu ka krijuar Allah madhruar zemrat e njerëzve. Ta duan, ta respektojnë atë i cili shpreh dashuri dhe sillet mirë. Dhe e kundërta, ta urrejnë atë njeri i cili sjellja e tij, morali i tij, marrëdhëniet e tij me njerëzit janë të këqija, njerëzit e urrejnë të lloj kategori njerëzish. Ata pa mirësi më të madhe se sa pa mirësia ndaj nesh. Pa mirësia ndaj nesh apo ndaj robit është prezent në çdo kohë, në çdo moment, dhe robi ato pa mirësi i shfrytëzon në të gjitha gjendjet. Pra mirësia dhe begatia Allah madhruar na shërbon në çdo kohë e në çdo moment, si do të vijë në poshtë për të treguar disa prej mirësive dhe begative që Allah madhruar ne na i ka dhuruar. Pra, nuk ka asnjë lloj mundësie apo forme që mirësitë apo pamirësitë e Allahut ndaj nesh të numërohen me themi që kaq janë mirësitë. Mirësitë e Zotit ndaj nesh janë të panumura. Mjafton të përmendim se një nga pamirësitë e panumurta është begatia e frymëmarrjes. Dhe këtë nuk e kupton çdo njeri, po e kupton ata të cilët kanë vojtur nga mosbuqja me frymë, të cilët jetojnë me bombë nga oksigjeni dhe i shikojnë bombrat të raditura në shtëpinë e tij. Allah i madhruar nuk ka marrë as taks, nuk ka kërkuar ndonjë shpagim për këtë që ne e thithim oksigjenin pa asnjë lloj problemi, pa u shtrënguar me njëri tjetrin. Frymëmarrja është një nga mirësitë dhe begatitë e Allahut madhruar. Nëse do të shqetësuar kjo, ishte relacion, sa e vështirë do të ishte jeta e njeriu në tokë. Sa falënderues, sa mirënjohës jemi ne ndaj kësaj mirësie, ndaj kësaj begatie të cilën Allah ka dhuruar. Pra, mirësi e cila e shoqëron njeriu çdo kohë, në çdo moment, ditë dhe natë, derisa Allah më dhuron ka shpëtuar e gjeni për ta marrë këtë botë, për ta kaluar në botën tjetër. Pra ky Allah më dhuron. Ky është Zoti ynë të cilin e besojmë. Ky është Zoti ynë të cilin ne e falenderojmë. Ky është Zoti ynë për të cilin ne punojmë punë edhe vepra të mira. Pra, mirësia apo begatia e frymëmarrjes është një nga mirësitë e mëdha që Allah më dhuron i ka dhënë njeriu. Njeriu brenda një vite dhe një nate i merr 24.000 frymëmarrje, e mos flasim për begatitë e tjera që janë më të larta edhe më të mëdha. Njeriu nuk i ndjen të gjitha këto mirësi që e vetojnë, edhe për të shpesh i bën fatkeqësi vetvetes së tij dhe i mohon begatitë e Allahut dhe prapë Allah i madhruar e ruan dhe e mbron nga çdo e keqe edhe nga çdo dëm. Ai i cili nuk i njeh mirësitë e begatitë e Allahut, ai njeri nuk e falenderon, edhe nuk është mirënjohës ndaj mirësive të Allahut madhruar, nuk i bën fatkeqësi askujt vetes së vet. Allah i madhruar thotë: "Wa shkuru li wa la takfurun." Në falenderoni, bëhuni mirënjohës. Bëhuni mirënjohës edhe mos më mohoni. Mos i mohoni mirësitë edhe begatitë e Allahut madhruar. O vëllezër dhe motra të nderuar, mirësia e madhe është që Allah i madhruar na ka krijuar krijesën më të bukur, më të besueshme. Mirësia e madhe, Allah i madhruar nuk na ka lënë mangët me krijimin ton, asë në njëve se duke ne besueshur atë. Mirësia e Allahut madhruar është që Allah i madhruar na ka mundësuar të kemi familje, na ka mundësuar të kemi bashkëshorte dhe fëmijë, na ka mundësuar të kemi pasardhës, kemi nipër edhe mesa. Mirësia e madhe është që njeriu të jetojë në siguri, larg luftrave, larg varfërive, larg problemeve të cilat e cënojnë drejt për drejt jetën e njeriu. A nuk janë këto mirësi dhe begati të cilat Allah i madhruar ne na i ka dhuruar? Edhe ne në vendin tonë, në qytetin tonë, i jetojmë këto mirësi. Atëherë ti kthehemi pak
vetëveteve tona. Sa falenderues jemi ne për këto mirësi edhe për këto begati që Allah më dhëruar në ka dhënë. A do të mjaftonte mirënjohja e Allahut më dhëruar në një ditë bajrami? A do të mjaftonte mirënjohja falenderimin ndaj Allahut më dhëruar vetëm në këtë ditë? Të presi bajramin tjetër edhe ne të vim të mbushim xhamin plot edhe të themi shkuam dhe falenderojmë Zotin. Shembulli i Allahut më dhëruar është shumë i lartë. Po një shembull nga jeta e dunjas, të marrim jetën tonë në familje. Babai apo nëna e cila sakrifikon gjithë jetën e tyre, që fëmia i tyre të jetë në formën dhe në vendin më të mirë. Nëse ky fëmijë, i cili është rritur me dashurinë, me mëshirën e prindërve, duke mos i munguar as edhe një gjë nga mirësitë e kësaj bote, shkollimi, jetesa, shtëpia, komoditeti e shumë të tjera. Dhe në fund fare fëmijë të mos jetë mirënjohës ndaj prindërve të vet, si do të ndjen prindi me këtë sjellje të këtij fëmijë? Normalisht që nuk do ndjen mirë. Normalisht që ta do ndjen keqardhje në zemrat e në shpirtat e tyre. Po mirësia e begatia Allahut më dhëruar, i cili na ka përdorur me mirësi të shumta. Dhe kur i shikon njerëzit, robërit e tij të cilët janë mohus dhe nuk janë falenderues, apo ata të cilët e falenderojnë janë pak, edhe ata që falenderojnë shumë pak i falenderojnë Allahun e madhëruar dhe fuqiplot. Atëherë, të nderuar vëllezër dhe motra, e shfrytëzoj rastin e këtij momenti të kësaj feste madhështore duke bërë një këshill për të gjithë, siç jemi në xhami. Sot kjo është festë e cila na gëzon të gjithë. Kjo është festë për të cilën ne duhet të jemi falenderues edhe mirënjohës ndaj Allahut më dhëruar. Si të jemi falenderues edhe mirënjohës ndaj Allahut më dhëruar? Falenderimi dhe mirënjohja ndaj Zotit nuk është e mjaftueshme vetëm të themi elhamdulillah, apo shkëlqyer Zotit, jemi mirë. Falenderimi dhe mirënjohja ndaj Allahut më dhëruar, vëllezër dhe motra, bëhet me gjuhë edhe me gjymtyr. Dhe kjo prezenca juaj sot është një prej llojeve të falënderimit edhe të mirënjohjes ndaj Allahut të madhëruar dhe fuqiplot. Falënderimi dhe mirënjohja ndaj Zotit është duke qëndruar përpara Zotit, duke qëndruar në këmbë, duke rënë në sejdë, duke treguar që ti vërtet e do Allahun e madhëruar, duke treguar që ti vërtet po e madhëron Allahun e madhëruar. Pra, kjo fe islame, për të cilën e ka zgjedhur në pjesën e ligjëratës derisa të vazhdojë ora e faljes së fitë bajramit, Allahu më madhëruar e ka sjellur fe me ligje të cilat janë të dobit të njerëzve. E ka sjellur me udhëresa dhe ndalesa të cilat nuk e cënojnë lirinë e njeriu, por e ruajnë atë, e ngrenë në lartësinë të mëdha atë i cili e beson Zotin, paton urdhat e Allahut të madhëruar dhe fuqiplot. Feja jonë islame është fe e qartë, është fe e cila qëndron larg besnikëve, larg gjërave të kota dhe paqartësive. Është udhëzim që nuk ka nevojë të vërtetohet nga përvoja. Islami është rruga e drejtë, rruga e vetme e cila e shpin njeriu tek Allahu i madhëruar dhe tek xhenetet e larta. Është rruga e vetme, i vetmi i vërtet që na mëson rrugën drejt xhenetit dhe është e vetme rrugë e cila e ruan njeriu prej ndëshkimit dhe prej hidhërimit të Allahut të madhëruar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dashur besimtar, çështja e fesë tonë, fesë islame, është ndërtuar me një themel shumë të fortë. Dhe ky themel është namazi. Namazi është adhurimi që ne i drejtohemi Allahut të mëdhenuar pesë ditë. Çështja e namazit në fesë islame është çështje e lartë, është çështje shumë madhore, është çështje që dallon besimtarin nga jo besimtarin. Çështja e namazit është çështje për të cilën njeriu do të pyetet tek Allahu i mëdhenuar ditën e gjykimit. Pyetja e parë e cila do t'i bëjë njeriu është pikërisht namazi. Nëse ti e ke kryer namazin në jetën e kësaj bote në mënyrë të rregullt, me kushtet e tij, me përkushtim, me devotshmëri, atëherë të gjitha çështjet do të jenë në të mirën tënde. Ama nëse ti je i mangët në çështjen e namazit, atëherë është koha edhe momenti që të shpejtosh për të rregulluar këtë raport që duhet të rregulluar ndërmjet feje dhe Allahut të mëdhenuar. Namazi është shtylla e fesë. Feja jonë islame është e ngritur mbi 5 shtylla. Ashtu siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, buni el-islamu ala al-khamsa. La ilaha illallah, iqamu s-salat, ita'u zakat, wa sawmu ramadan, wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Kjo fe madhështore, ky islam është ngritur mbi 5 shtylla. Shëftimi i shahadetit, të deklaruar me të drejtë veç Allahut të mëdhenuar, shmozet të deklaruar se profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguar i Allahut. Të falësh 5 kohët e namazit, të agjërosh muajin e Ramazanit, të japësh zakatin dhe të kryesh haxhin nëse ke mundësi. Namazi të nderuar vëllezër është letër njoftimi, është pasaporta e besimtarit. Çdo kombësi ka pasaportën e vet. Edhe ti sa e hap faqen e parë e shikon se kujt kombësia i përket. Dhe kombësia apo identiteti tonë si musliman është namazi. Këtu njihemi ne, këtu dallojmë nga njerëz të tjerë. Pra namazi është pasaporta e gjithë secilit prej nesh. Është një letër njoftimi i cili njofton që ky është besimtar, ky është praktikant. Ashtu si ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam, kur na ka thënë, kur shikoni njëri i cili hyn në xhami, edhe fal namaz, dëshmoni për atë që ai është musliman. Dhe të mos harrojmë këtë këshill në këtë ditë në këtë festë. Që raportet tona, nëse duam të rregullojmë raportet tona me Allahun e mëdhenuar, dera kryesore është namazi. Të kujdesemi për të, jo vetëm në ditë bajrami, jo vetëm në ditë xhumaje, po ashtu si na ka urdhëruar Allahu i mëdhenuar në takimin me të 5 herë në ditë. Namazi është amaneti më i madh. Namazi është amaneti më i madh i cili profeti sallallahu alaihi wasallam e ka lënë përpara se të ikte në kësaj bote. Ka thënë es-salat, es-salat, es-salat. Namazi, namazi, namazi. Sepse ai na identifikon që ne jemi prej umatit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Namazi na identifikon që ne jemi besimtarë. Namazi na identifikon që ne e duam Allahun. Sepse shumë njerëz e shprehin edhe kjo është gjë pozitive që ne besojmë Zotin, e duam Zotin. Por dashuria ndaj Zotit është me vepra, nuk është vetëm me fjalë. Nëse e shoqërojmë edhe veprat, atëherë kjo pjesë plotësohet edhe bëhet tamam ashtu siç duhet dhe siç e kërkon feja. Namazi, ai që fal namazin, edhe punët edhe fjalët i ka shumë të mira. Vëllezër dhe motra, ne e kemi parë, edhe e kemi vërtetuar në jetën tonë. Ai i cili është i rregullt me namazin, ai i cili e fal namazin në kohën e vet, ai i cili është i përkushtuar në namazin e vet, fjalët e tij, edhe veprat e tij janë shumë të mira, edhe njerëzit e duan atë njeri dhe e respektojnë. Përse? Allahu i mëdhenuar na ka thënë në Kur'anin famullar dhe thotë: "Inna salata tenha anil fahsha'i wal munkar." Me të vërtetë,
falja e namazit e ndalon njeriu prej punëve dhe veprave të shëmtuara. Kjo është një apel dhe një këshill edhe për vëllezërit që falin namaz, që janë për 5 vakte. Nëse namazi jot nuk të largon nga punët, edhe nga veprat, edhe nga morali i keq, atëherë shiko ktheu edhe një herë namazit tënd, sepse namazi duhet të ndalojë dhe të largojë nga punët dhe nga veprat e këqija. Nuk e them unë, e thot Allahu i Madhëruar, i cili ky ajet ka 14 shekuj e 47 vite që shten. Me të vërtet, namazin të largon nga punët edhe nga veprat e këqija, të largon nga veset e këqija, të largon nga morali i keq. Nëse je për atyre të cilët fal 5 vakte, edhe namazi nuk të largon, atëherë falë namazin e kujdes, hap një falje të re, pendohu tek Zoti për gabimet, kërko falje tek Allahu i Madhëruar, sepse Allahu i Madhëruar është ai cili e pranon pendimin edhe pranon faljen. Namazi është i vetmi adhurim i cili është bërë detyrë mbi 7 katë e qiellit. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam udhëtoi nga Mekka në Xhamin Al-Aqsa dhe nga Xhami Al-Aqsa mbi 7 katë e qiellit, Allahu i Madhëruar e obligoi ummetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me faljen e namazit. Dhe ky namaz i cili është obliguar mbi 7 katë e qiellit ka vlerë dhe ka pozitë shumë të madhe tek Allahu i Madhëruar. Atëherë duhet që kjo detyrë e cila është obliguar mbi 7 katë e qiellit duhet respektuar edhe duhet falur ashtu siç na ka mësuar pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Nderuar vëllezër dhe motra të kësaj ligjërate e para që falim namazin, këshilla ime e fundit është puna edhe fitimi malli halal. Të punojmë me djerës, të fitojmë me djerës halal. Pse e them këtë? Sepse një shkaqe të cilat Zoti i lartësuar e ngre bereqetin në një familje, e ngre bereqetin tek një individ, është sepse ai nuk kujdeset se ku e fiton pasurinë e tij, e fiton në rrugë të lejuar apo në rrugë të ndaluara. Pra, timi pasurisë, Allah të shpëton fenë edhe të ndërë. Të mundohemi të nderuar vëllezër dhe motra që të mos hamë asgjë përveç se halalit dhe mos shpenzojmë pasuritë tona përveç se në halal, sepse si son dietarët e mëhershëm edhe ata të mëvonshmit, sikur të bëje ibadet pa ndërprerje, ibadet do të them sikur ta adhurojë Allahun e madhruar pa ndërprerje, nuk do të bënte dobi nëse nuk e shikon se çfarë ke ngrënë dhe se çfarë ke mbushur barkun tënd. Nuk të bën dobi. Ngrënia e haramit, ngrënia e pasurisë haram e verbon shikimin e zemrës. Na e largon bereqetin, na shkakton përçarje edhe urrejtje dhe na e pengon pranimin e lutjeve, sepse Allahu i Madhërisëm pranon vetëm punët e atyre të cilët janë të devotshëm. Dhe e mbyll me këtë ajet kuranor, inna Allahu yetakabbalu minal muttaqin. Allahu i Madhëruar pranon punën edhe veprat vetëm
se prej atyre të cilët janë të devotshëm. Kush janë të devotshëm? Janë ata të cilët e besojnë Allahun e madhruar dhe besimin e tyre nuk e përzihen me besëmirë. Kush janë të devotshëm? Janë ata të cilët i zbatojnë urdhrat e Zotit edhe largohen prej harameve. Tani, përpara se të falim namazin e Bajramit, edhe njëherë do të desha të afrohemi pak, sa të kemi mundësi dhe të trajtojmë rreshtat dhe të falenderojmë Allahun e madhruar për të mirësinë dhe për begatin. Falja e fitër Bajramit është njësoj si falim namazin e sabahut, por i ndryshon nga tekbirit. Normalisht namazin ta falim bashkërisht. Rekati i parë i ka 7 tekbire. As tekbirit fillestar. As ti thot hoxha Allahu Ekber, as kësaj do marrim edhe 7 tekbire. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pastaj lexohet sura Fatiha edhe një sure tjetër. Në rekatin e dytë, kur të ngrihemi për në rekatin e dytë, kemi 5 tekbire. Dhe leximin e surës Fatiha dhe një sure tjetër, dhe këtu mbaron namazi. Pasi mbaron namazi, është hutbja e Bajramit, për të cilin një pjesë ikën është mirë që të dëgjohet, sepse është këshilla e ditës së sotme. Dhe në fund, siç u kemi lajmëruar, jashtë në obori kemi përgatitur një festë për të gëzuar fëmijët tanë. Është kërkesë për kush ka ardhur me fëmijët të qëndrojë, të t'i gëzojë fëmijët. Ne kemi përgatitur disa dhurata me të cilat shpresojmë të kënaqen dhe të gëzojmë fëmijët e xhamisë dhe të qytetit tonë. Zoti e pranon namazin, na pranon fagjërimin dhe gjithë veprat e mira. Allahu Ekber. 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 Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من الله تجد مشيئة مشكلتك قال الذين يتمنون يتقون الله زوجة البوضع فاجد بكلمة الله توشد التبوار التي وحكم محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلي التي بشوق كثير بتجيها تفصيلا يديك اللي بصل الروح التبوار الله دين الذي كامل فالله هو القديس الموضع بستار الله مغلوب لم تسوي تقارين تديك تجربة من رمضان dhe ta falenderojmë atë, dhe ta madhërojmë në këtë ditë ku plotësohet madhërimi dhe falenderimi ndaj Allahut të madhëruar. Muslimanët veçohen me festat e tyre. Thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Inna li kulli qawmin Eid wa iduhuna iduna."
Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, se cili popull ka festat e veta, kurse kjo është festa jonë. Tregon se muslimanët i kanë këto festa dhe duhet i përmbahen. Muslimanët i kanë këto dy festa jetore, siç është Fitr Bajrami edhe Kurban Bajrami, edhe duhet ta falenderojnë edhe ta madhrojnë Allahun e madhruar për këto dy festa, të cilat këto festa na vinë me njëherë pas dy adhurimeve të mëdha. Pra, këto dy festa janë simbolet e kësaj feje, të cilat duhet gjallur edhe duhet perceptuar synimi tyre edhe duhet kuptuar domethënien e tyre. Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlar thot: "Zalike wa man yu'azzim sha'air Allah, fa innaha min taqwa al-qulub." Thot Allahu i madhruar, kjo është kështu. E kush e madhron dispozitat e Allahut madhruar, ajo është shenjë e devotshmërisë së zemrës. Pra, festa e Fitrit të Bajramit është dispozitë e fesë islame. Dhe kush e madhron këtë festë, dhe kush i jep gjallëri kësaj feste, dhe kush e demonstron këtë festë, kjo tregon devotshmërinë, besimin e zemrave në zemrat e besimtarëve. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, kuptimi i kësaj feste është kuptim madhështor. Nuk është vetëm festa të shkëmbejmë urimet sot gëzuar Bajramin, Zotin e pranov, por kjo ka një kuptim më të madh, ka një kuptim më të thellë. Dhe kuptimi i parë në kuptimin fetar, domethënë duhet të jetë falënderim. Duhet të jetë falënderim ndaj Allahut për plotësimin e adhurimit. Festa e Fitr Bajramit është falënderim dhe madhërim ndaj Allahut madhruar. Përse ta falenderojmë Zotin i cili na mundësoi që ta agjërojmë të gjithë muajin e Ramazanit. Ta falenderojmë Allahun e madhruar i cili na mundësoi që me sadakat tona modeste gëzuam shumë familje të cilat ishin në nevojë. Ta falenderojmë Allahun e madhruar përse? Sepse na mundësoi që ta kryejmë namazin, të rregullojmë raportet tona me Zotin në këtë muaj të bekat, të cilin sapo e nam. Ta falenderojmë Allahun e madhruar i cili na mundësoi që të rregullojmë raportet tona me vëllezërve në xhamin tonë edhe në vendin ku ne jetojmë. Ta falenderojmë Allahun e madhruar për mirësinë i cili na dha në muajin e Ramazanit, që na bëri më të mirë se sa ishim në muajt e tjerë. Ta falenderojmë Allahun e madhruar për shumë mirësi dhe begati, të cilat ndoshta edhe nuk i di, edhe nuk i kemi njohur ende, por kur e shprehim falënderimin dhe madhërimin ndaj Allahut madhruar, kjo tregon besimin e sinqert dhe besimin e pastër të atij i cili e falenderon edhe e madhron Allahun e madhruar. Pra, kuptimi kryesor i kësaj feste madhështore është falënderimi dhe madhërimi ndaj Allahut madhruar për mirësitë e adhurimeve të cilat besimtarja i shprehin me gjuhën edhe me zemrën e tyre gjatë muajit të bekat të Ramazanit. Bajrami në kuptimin, si duhet kuptimi fetar, është që besimtari të jetë më i mirë se sa shka qenë në kohët para Ramazanit. Dhe kuptimi i Bajramit është që besimtari edhe besimtarja ta vazhdojë këtë mirësi dhe këtë begati dhe këtë qetësi, këtë kënaqësi të cilën e kanë dhënë në Ramazan, ta vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Të nderuar vëllezër dhe motra, nëse doni ta dini që agjërimi juaj, Ramazani juaj, sadakaja juaj, çdo punë e mirë të cilën keni bërë është e pranuar tek Allahu i madhruar, e ka një rregull, e ka një formulë. A e dini se kush është kjo formulë? Kjo formulë është: nëse ti do vazhdosh në hapat e Ramazanit, atëherë përgëzoju dhe të përgëzoju që Allahu i madhruar e ka pranuar adhurimin e Ramazanit, të namazeve, të zekatit, të sadakas edhe të shumë punëve dhe veprave të tjera. Kuptimi i festës Bajramit, sepse festa tona ka kuptim të madh edhe kuptim të thellë. Bajrami në kuptimin humanitar, do me thënë dita ku takohet forca e të pasurit me dobësinë e të varfrit. Bajrami te njeriu i pasur ndikon në këtë ditë, zbret nga lartësitë e tij dhe tregohet modest para njerëzve, duke i kujtuar vetes se të gjithë ata që gjenden për e tij janë vëllezërit e tij në fe. Ky njeri i shkruan gabimet e tij që i ka bërë për një vit me bamirësinë që bën për një vit. Pra kuptimi i kësaj feste është që i pasurit të cilin Allahu i madhruar i ka begatuar me mirësi, rreshtohet sot në safat, bashkon këmbët edhe supat e tij
ndoshta me një vëlla i cili është i sprovuar me varfëri. Kjo është e bukur e fesë. Kjo është e mira e kësaj feje madhështore. Nuk ka dallim në xhami i pasur nga i varfër. Nuk ka dallim në shoqërinë tonë, në islamin tonë, njeriu i cili është me pushtet nga i cili është pa pushtet. Jo, tek Allahu i madhruar, tek Zoti i lartësuar, është më i mirë ai i cili është më i devotshëm tek Allahu i madhruar. Thot Allahu i madhruar, inna akramakum indallahi atqakum. Njeriu më i mirë, njeriu më i ndershëm, tek mesi njerëzve është ai i cili është më i devotshëm. Lusë Allahu i madhruar që të na bëj prej të devotshme. Dhe kuptimi i tretë i kësaj feste madhështore është se Bajrami ka kuptimin shoqëror. Që do të them, dita kur gëzohen fëmijët, dita duke luajtur dhe duke argëtuar me dhurata që prindrit apo të afërmit i kanë dhënë. Kështu festohet Bajrami, kështu kuptohet kjo festë madhështore. Ta falenderojmë Zotin për mirësitë e adhurimeve që i kryejmë. Ta shtrim dorën e mirësisë, solidaritetit me njerëzit që na rrethojnë, dhe e treta, të shpenzojmë për pasurisë që Zoti na ka dhënë duke futur gëzim tek fëmijët tanë, tek fëmijët të cilët janë e ardhmja e kësaj xhamie dhe e ardhmja e këtij qyteti. Investimi tek brezi i ri është investim për vendin tonë. Lum ata prindër, të cilët i kanë edukuar dhe i kanë rritur fëmijët me Islam, sepse të rritësh fëmijën dhe të edukosh me Islam është një investim të cilin do t'ja shijosh mirësinë që në jetë e kësaj bote edhe në botën tjetër. Edhe pse njeriu ikën dhe ndron jetë të botë, Allahu i madhruar për mëshirën e tij të madhe, ja vazhdon mirësinë dhe begatinë atë njeriu i cili ka ndruar jetë. Përse? Për shkak të fëmijës të cilën e ka lënë pas dhe i fëmijë gjithmonë e kujton prindin e vet, babain e vet, nënën e vet, e kujton lutjet dhe thotë: O Zot, fali, mëshiroj prindrit e mi, ashtu si do mëshiruan ata kur unë isha i vogël. Kjo është kuptimi i festës së Bajramit. Ky është kuptimi që në këtë ditë besimtarët duhet të shkëmbejnë dhurata me njëri tjetrin. Ky është kuptimi i kësaj feste që të vizitojmë njëri tjetrin dhe jo të lëmë takimet vetëm kur ndodhi fatkeqësi. Bajram është për atë i cili gëzon dhe fut gëzim në zemrat e njerëzve. Dhe kush jeton me besimin e Zotit dhe me devotshmërinë e Zotit, Allahu i madhruar ka për t'ia ndaluar çështjet e kësaj bote edhe të botës tjetër. Kjo është dita kur farefisi takohet me farefisin. Kjo është dita kur besimtarët pas faljes së ditës së Bajramit dhe pas vendit së drekës së Bajramit shkojnë dhe i forcojnë lidhjen me farefisin. Lidhjet farefisore janë adhurim të nderuar besimtarë dhe besimtarë. Lidhjet farefisore janë adhurim dhe sot është dita më e mirë, është dita për të rregulluar raportet mes njëri tjetrit. Sot ka njerëz ku vëllai nuk i flet vëllait të tij. Motra me vëllain bajmëri për çështjet të dynjas, të cilën asnjëri prej njerëzve nuk do ta marrë në botën tjetër, por do të mbetet mëshira, dashuria, respekti, harmonia, këto do të mbeten. Dhe kundërta, Zoti ka për të na pyetur dhe ka për të na marrë përgjegjësi nëse ne nuk i kemi respektuar këto. Lidhjet farefisore qëndrojnë të lidhura fort poshtë arshit të Allahut të madhruar. Kush i ruan lidhjet me farefisin, e ruan Allahun e madhruar, ja ruan mëshirën dhe ja vazhdon mëshirën atë njeriu. Kush i shkëput lidhjet me farefisin, ja shkëput Allahun e madhruar mëshirën edhe ja shkëputon jetën. Lidhja me farefisin është baba fëmijë apo fëmijë prind. Vëllezër motra. Kjo është dita kur muslimanët bashkohen në falje dhe vizita reciproke. Kjo është dita kur miqt i ripërtërin urat e dashurisë dhe elementet e afërsisë. Kjo është dita kur shpirti fisnik i haron gabimet e të tjerëve ndaj tyre bashkohet pas ndarjes dhe i kërkon Allahut njëri tjetrit. Kjo është dita kur ne duhet të festojmë edhe duhet të gëzojmë me njëri tjetrin. Unë nus Allahun e madhruar fuqiplot të na i pranoj agjërimin tonë. Ta pranoj çdo adhurim dhe çdo vepër të cilën e kemi bërë për hir të tij dhe për të afruar tek mëshira e tij. Ju uroj nga zemra për shumë vjet gëzuar festën e fitër Bajramit. Zoti i bëftë Bajram në familjet tuaja çdo ditë të vitit. Dhe Zoti na begatoft me mirësitë e tija në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër dhe na bashkoft Allahu i madhruar në xhenetin e tij të larta, ashtu si na ka bashkuar në këtë vend dhe në vendin më të mirë si që xhamit shpirtit e Zotit, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Vini marca
Grazie.